Një 58 vjeçar ka humbur jetën ditën e shtunë në zonën Mineral Nxerse në Bulqiz. Policia njoftoi se me 31 janar 2026 është gjetur pa shenja jete shtetasi Bashkim Keta 58 vjeç, i cili punonte roj private tek një subjekt minerar. Nga hetimet paraprakë të kryera dyshohet se 58 vjeçari mund të ketë rëshqitur nga një lartësi dhe përpasoj ka humbur jetën. Trupi i pajeti Ketës është dërguar në morgun e Tiranës, ku pritet të nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore për të përcaktuar shkaqet e vërteta të vdekjes së tij, pasi fillimisht u raportua që vdekja ka ardhur si pasojë e një infarkti. Grupi hetimor në drejtimin e prokurisë po punon për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Ngjarjet në galeritë e Kromit në Bulqiz janë bërë të shpeshta, ku në të shumtën e rasteve nuk raportohen në organet kompetente. Ndërkohë vazhdimisht ka patur raportime për dëmtime të rënda të punëtorëve të nëntokës në të gjitha zonat Mineral Nxerse, qoftë ato mbi lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës e qoftë në ato që ndodhen në zonën e Martaneshit.